Atëherë përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë aktivitet të KSZ-s. Ju njoftojmë se ka filluar procesi i numërimit të fletvotimeve nga votimi me postë jashtë Kosovës dhe të cilat i takojnë zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 18 komunave. Gjatë ditës së premte është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me fletvotime që janë sjellur deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë, ende nuk janë sjellur 519 pakot me fletvotime nga kutitë postare në SBA, Kanadë dhe Australi, vlerësimi dhe numërimi të cilave do të bëhet këto në QNR pasi të arrijnë. Nga procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me fletvotime që janë sjellur deri më tani në vendin tonë, janë aprovuar 8.932 prej tyre, ndërka që janë refuzuar 3.086. Arsyeja më e shprehur se përse janë refuzuar këto pako është se në 3.009 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi i regjistruar e pranon nga KQZ. Më 11 dhe 12 nëntor nga kutitë postare të KSZ-s në 22 shtete të ndryshme është bërë tërheqja e 13.084 pakove të supozuara me fletvotime. Numri i shtetasve të regjistruar për të votuar përmes postës dhe që i takon të këtyre 18 komunave është 29.752. Pas numërimit, rezultate do të publikohen në platformën e KSZ-s për rezultate. Po ashtu ju njoftoj se në këtë platformë janë publikuar edhe rezultatet nga procesi i numërimit të rreth 750 zarfeve me fletvotime nga votimi me kusht dhe 1.421 fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Këto do të thotë informacionet që kemi nga ky proces. Po planifikojmë që numërimi i votave jashtë vendit, pra të cilat janë rreth 9.000, të bëhet gjatë ditës së sotme, por siç e thash, nuk është përmbyllje gjithë procesit të numërimit të votave jashtë Kosovës, për shkak se ende nuk janë sjellur në Kosovë 519 paku të supozuara me fletvotime, të cilat janë tërhequr nga kutitë postare që janë të vendosura në SBA, Kanada dhe Australi. Nuk kanë ardhur do të thotë për shkak të largësisë dhe presim që këto të arrijnë brenda pak ditëve. Sa i përket temës së kur shpallet rezultati përfundimtar i një procesi zgjedhor, kjo bëhet kur KQZ të përmbyll të gjitha detyrimet ligjore që ka, dhe këtu hyn numërimi i votave me kusht dhe i votave nga votimi persona me nevoja të veçanta, procesi i cili është kryer të premte në mbrëmje, pastaj numërimi i votave nga jashtë Kosovës i cili po bëhet gjatë ditës së sotme, si dhe pasi të mbyllen çështjet eventuale në rast se ka ndonjë ankesë në institucionin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe pastaj edhe në gjykatën supreme. Pra, pasi të përmbyllen këto aktivitete që parashihen edhe në kuadër të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, KQZ është i gatshëm që të shpallë rezultatin përfundimtar të një procesi zgjedhor. Besojmë natyrisht se kjo varet nga çështjet që janë aktualisht dhe pastaj aspekti kohor natyrisht ose dita e saktë e tyre ne do ta bëjmë të ditur nga komunikimi që kemi për ditë.